Pas farzit të xhumas, a duhet të falim drekën? Nëse jo, çka është kjo që falim në xhamit tonë? Argument, Hoxha Ferit. Shumë pyetje interesante thonë. Çoni është një sens se për më fal namazi i xhumas duhet të pas halife. E prej atij momentit kur halifja ka shku prej vendeve tona këtu, do thotë prej vitit 1912 e përpara, do thotë të dietar është paraqitur do thotë një mesele e re se valla, a kemi na xhumo këtu apo nuk kemi xhumo. E për atë arsye disa prej tyre kanë bërë ijtihad. Edhe kanë thonë nëse nuk kemi xhumo, atëherë namaz xhumo është falë një drekë, e cila drekë ka emrin dreka e fundit. Edhe Zoti kur e bën një jetë, ç'është bën një jetë, do bëj një jetë në fal drekën e fundit të çka më kamë pa fal. Do thotë nëse nuk zihet xhumoja, atëherë do thotë zihet dreka e fundit. E këtu duhet më parashtroj një pyetje. Ti si musliman i cili ke shku me fal xhumoja, a e ki bindjen që ki xhumo apo nuk ki xhumo? Nëse e ki bindjen që nuk ki xhumo, atëherë falë drekën e mos u mundo hiç me shku në xhami. Pra të arsye se nuk ka sultan edhe kjo punë mbaroj. A nëse e ki bindjen që ki xhumo, atëherë do thotë dy vakte në një vakt nuk falet. Ja falet dreka, ja falet xhumoja. Por kjo si mesele do thotë ekziston në ilmihallat apo në librat e fikut, të cilat janë shkruar do thotë mas vitit 1900, ndërsa para vitit 1900 në kitabet e fikut do thotë sikur dreka e fundit nuk ekziston, do thotë nuk ekziston. Për atë arsye do thotë këtë mesele të cilën do thotë e kanë bisedu musliman duke pas frikë Allahut, ban puna vakika dhe njëherë që nuk i kanë qenë. Unë mendoj personalisht se ditën e xumës do thotë duhet më falën namazi i xumës, të cilën e ka porositur Allahu atij në kush mi fal. E para asaj do thotë ka sunet të xumës, dhe pas asaj do thotë ka sunet të xumës. E nëse do të fal nafile, ajo është drejta jote, ama drejt të fundit mendoj që nuk ka. Sipas delileve dhe argumenteve të cilat folin mbi namazin e xumës.